Tesni, jo. Shikues, jo përshëndes drejt për së drejtin nga stadiumi Riza Lushta në Mitrovicu. Për pak qaste do të filloj ndeshja derbi e gjirës së 16 në grupin A të Raiffeisen Ligës së parë në mes të Trepçës 89 Drenicës. Dalimin ndërmjet këtyre dy skuadrave është 8 pikë. Drenicakët janë të parët në grupin A me 34 pikë të grumbulluara, ndërsa Trepça 89 të mban pozitën e 4 me 26 pikë të mbledhura. Shohim të dyja skuadra tashmë kanë dalur në mesin e fushës. Formacioni i Trepçës 89 është kë. Në port Kaqiu, pastaj Dushi Latifi, Mishevski, Kapra, Rosa Bajraktari, kapiteni skuadrës, Leku, Fati Soza e Ardian Azani, trajner Shpëtim Idrizi. Gjyqtar kryesor është Tefik Maloku, asistentit i parë Andi Krasniqi, asistenti 2 Liridon Selmani, gjyqtari 4 është Liridon Bunjaku, në var Alban Shala e Pashtrik Burniku. Shohim edhe të dy kapitenët, Milazim Bajraktari në një anë e në anën tjetër Shkëlzen Lushtaku. Formacioni i Drenicës, trajneri Arsim Thaçi ka vendosur që të startoj me këtë përbërje. Në port është Morales, pastaj Lushtaku, Regjaj Marku, Shala Thaçi, Sulejmani Hamiti, Uka Jashari dhe Mohamed Ansh Fofana. Para fillimit të kësaj përballje kemi edhe një ceremoni. Fillimisht falenderohet sponsori PPO për kontributin që është duke dhënë vazhdimisht në sport. Fillimisht ishte sponsor tek klubi i Trepçës, tani i Trepçës në basketbol, tani pra sponsor i Trepçës 89 është radha e minatorëve tani. 3 minatorit i Ibrahim Janusi, Kani Osmani e Zenel Haxha do të parakalojnë për nder të ditës minatorëve. Është 36 vjetori i grevës minatorëve, do tjetë durat për ta një fanelle klubit Trepça 89.
Sigurisht edhe mirë njohja për Trepçën 89 ka minatorët, po ashtu do të rotë edhe fanelan, ka një fanel për të tre minatorët. Duar të kiti largohen Trepçja minatorëve Januzi Osmani e Haxha e tani për pak qaste do të nisë balafazhimi. Duel i rivalve të përbetuar, nëse mund të them kështu, ky duel në mes të Trepçës 89 e skuadrës Drenicës, që nga viti 2017 këto dy skuadra janë përballur 18 herë. Trepça ka 8 fitore, Drenica 6 dhe 4 ndeshje ka përfunduar në barazim. Gjatë këtyre 18 përballjeve, Trepça 89 ka realizuar 24 gola, ndërsa Drenica 22. Ndeshja e fundit është zhvilluar me 30 shtator të vitit të kaluar. Drenica në poshtë e Trepçën 89 me rezultat 1-0 me golin e vetëm që e realizoi Auron Hamiti në minutën e 21. Jep shajnë gjyqtari Maloku nis përballja në Riza Lushta. E sa përket grupit A të ndëruar shikues, e tham që i prin Drenica në vendin e dytë vllaznimi, e treta është Trepça e vjetër. Ja ky pasim përpara rasti për vendosit në goditja mirë, po asesi të rrezikohet Borajës, me të pati edhe pozitja shloje. Ishte Milazim Bajraktari ai që pati rastin. Ishte më i avancuar se sa vija mbrojtjes Drenicës. Efekt. Ja ku është shpëtim Idrisi, i rikthyer në timonin e Trepçës 89. Tani asistent shpëtim Idrisi Tjeriton Kukaj që së fundmi mori këtë detyrë, ndërsa ndihmës trajneri i dytë është Samir Sahiti. E arsimtar që në gra i ka fillim Kuraziun e Pasri Jasharin. Bordi, po të qëllë në sulmuqin, po të qëllë. I këtë topin e lojnë ka Ansonia. Drenica këtë sezon vetëm në gola i ka pranuar 23 ka realizuar. 10 fitore, 4 barazime e një humbje nga Drenicakët. Sigurisht që janë kandidatura kryesore për të rikthyer në Superligën e futbollit kosovar. Trepça 89 ka golavarazhin 25-17. 8 fitore, 2 barazime, 5 humbje nga skuadra që drejtohet nga shpëtimi Idrisi. Pjekje për Deportiv në krahun e djathtë nga Fofana. Pjesë e Drenicës tani është Iqbal Jashari, fitore që sezonin e kaluar luajti me Prishtinën. Është një kukë, të domin pak sa brava. Topin tani vendasit kanë ndërhyrje të pa rregullt.
nga Ikbal Jashari Hapu qep. në Bajraktarin, kapitenin vendas. Lëviz, Drilo. Minuta e 4. Bardhi. Deri në fund të këtij ediциoni do të jetë luftë e madhe për dy pozitat e para në grupin A. Aty është Vllaznimi, aty është Trepça, po ashtu edhe Liria. Besa kanë ngjesur pak sa prapa, mirë, po ka akoma lojë deri në fund të sezonit. Është vetëm fillimi i sinorit pranveror në Raiffeisen ligën e parë. Filip Mishevski. Merr topin Hasani. Apetoja në krah. Dëtohet krosimi, ndërhyrje sakte kapitenit Mysafir Shkëlzen Lushtaku. Tentim përpasuar në hyrje të zonës nga Albin Kapra. Kthe topi prapa. Donat Kaqiu, kombinimi me Fatpar Latifin. 5 minutat e para kaluan në Riza Lushta. Tjetër pasim prapa. Mundësia tani për Drenicën, Kreshnik Kuka, vertikalizimi. Vjen krosimi me gjithë ky tentim e kohë nga Uka. Pret Donat Kaqiu. Minuta e 6. Rasti i pari i volitshëm në ndeshje. Renato Rosa është në presionin e dy lojtarëve kundërshtar. Nizet Gensamiti e pamëtje. Ikbal Jashari nuk arriti që dul topin për të ardhur tek goditja më pastaj. Rosa. Bajraktari kombinon me Mishevskin. Edhe Rosa. Më rrezikshme në fazën e sulmit deri në këto çaste. Drenica. Për shkuar më përpara Leko, mirë po që u ndal nga Antonio Marku. Lokot i tentim për goditje nga Bajraktari. Qati! Apro, Dimi! Bravo! Kombinime të sakta të vendasme, ka ndërhyrje të parregullt. Polin e shkaktoi Altin Sulejmani. Në këtë mënyrë faulua Wesley Souza. Distanca është e largët, mirë, po qojmë se a do të provoj Bajraktarin nga distanca, apo do t'jetë Filip Mishevski. Ai që do ta ekzekutoj këtë goditje të lirë. Topi është në zonë. I prekur për herë të fundit nga Arpjos Thaçi.
tek konti Wesley Sosa. Juja Becik. Topi është në zonë, të lovi e krijuar. Vjen në tërhyrja duke u spastruar zona e mysafire. Tani përpara tani Fofana, mirë po, ndërhyrja është e pastër e Edison Tushit. Hajde bu, hajde. Dik. Opa Gjimi, to bëjot e para Messi. Klarë Kërceu, Sulejmani, mirë po, topi është në pronësinë e vendasve. Sosa. Përpara ka Lushtokun, do t'jetë vetëm fundore për Maikon Moraes. Akuzuar sërish shpëtim Idrisi, ish kapiteni legjendari, Trepçës 89. Dhe njërin nga futbolistët më të shquar në elitën e futbollit tonë. Opa Wesley. Bubi me to je, bub. Bub me to je, që tu bëjot. Në kë pasim për Shalën. Kontërhyrje të parrekullt nga Mehdi Fati. Edhe një tjetër sezon e Fatit në fanelën e Trepçës 89. 10 minutë që i parë kaloi. Trështi Kuka. Ja ky pasim në qendër, rasti për Drenicën. Ten pak sa topin prapa Gensamiti. Tjetër pasim në qendër të zonës, të vëmendshëm vendasit në mbrojtje. Gensamiti. Shkëlqen Lushtaku, kapiteni i Drenicës. Do t'jetë rivelja nësore. Vilazim Bajraktari. Të dobi prapa, për presion atje, Mohamed Fofana. Rosa. Të dobin prapa, Fati. Dushe me këtë super pasim për Hasanin. Ardian Hasani haplojën tek Sosa në krahun e majt. Ka bën kapra. Premi mirë nga Altin Sulejmani, me të ato të tjetë rivenja me duar. Ba topin në pronsi Edison Dushe. Pasimi për para i kapuar, shkon tek topi Marko, që cish kombinon me Arvje Saqen. Ja ky vertikalizim nga Leku, po që nuk shkon topi tek Ardian Hasani. Një tentim deri tash nga vendasit. Ishte një goditje Bajraktarit, mirë po i cili ishte në offside. Tjetër falli shkaktuar. Ndërhyrja e Arvje Saqit. Tjetë goditje e lirë për Mitrovicasit. Por mrekullia atje veproi Ardian Hasani.
Soza e Bajraktari janë afër topit. S'ke vështruar me stërvitje, pasimi shumë i mirë për Sozan. 1-0, minuta e 15. Funksionon skema e përgatitur në stërvitje nga Trepça 89. Soza e finalizon për mrekulli aksionin, duke realizuar ja dhe festa e Vesli Sozas. Nuk pati se çfarë bënte Maicon Moraes, teme precise goditja e Sozas. Njëme 0 rezultati për Trepçën 89, se ju nevojitën në fakt 15 minuta për të realizuar golin e avantazhit. Bravo Renato, bravo. Mos bit. Bravo Renato. Rosa kthe topi brapa. Pasimi jo shumë i mirë i Kapras, me gjitha të loja në dalet. Fati, Renato. Fati, mo. Bardi, sërë Filipin, sërë! Antonio! Foldi është Mohamed Fofanas. Goditje lirë për vendasit. Bubi, in mamrana, in tash mamrana. In edhe pas. Qartë i nash. Zimi, ik! E të shqie cili do tjetë reagimi i Drenicës. Para, bravo Djoj. Pas disavantajit. Qati, o Mardi! Dina, Bub! Të sakta kombinimet mysafire, ndërhyn Rosa, edhe njerë shumë i sigur të lojën e ti. Medi Fati. Qati! Kthe topi tek Shkëlzen Lushtako, për shumë vite pjesë e Drenicës, kapiteni. Orti! Fati! Ardjen! Arber Shala. Bravo Renato, bravo. Go! Karitje që të bëjë pronari topit. Kreshti Kuka, Fofana, ka ndërhyrje të palejueshme. Apo shojmë edhe njerë ndërhyrjen e Edison Tushit në Mohamed Fofanan. Të 18 minutat e para kaluan në Rizalushtan, ka minuta e 15, Trepça 89 në avantazh. Falë golit Vesli Sozas. Ja, kjo goditje, çfarë pritje nga Kaçiu. Minuta e 19, kërcënojnë mysafirët.
moment që maksimalisht Donat Kaqiu. Korner për mysafirët. Shumë lojtar në zonën vendase. Të krosoj Arber Shala. Topi në zonë largohet nga mbrojtja vendase. Pas edhe Hasani ndërhyn. Tjetër pasimi kabuar për para. E marrin topin vendasit, nuk kanë të ryrjet pa lejoshme, thot gjyqtari Tefik Maloku. 20 minutat e para kaluan në Rizal Ushta. Plan të parë Genc Hamiti, i cili shkaktojnë ndërhyrjet pa rregullt në Renato Rosan. Përplasja atje është faul në sulm nga Ardian Hasani. Ja ku është Kreshnik Uka, shletar që ka njerësitur vanerat e disa skuadrave në vendin tonë, përfshirë dhe Prishtinën. Ndalet loja, sërish ndërhyrje pa rregullt nga Ardian Hasani. Leku Rosa, është zakonisht lojtarë teknik është Renato Rosa. Dore disa largime gjatë avatit kalimtar veror të vitit kaluar nga Trepqa 89. Janë Erdindushi dhe Lulzim Peci. Luftë e madhe teritash ka lojtarët e të dyja skuadrave, është duke luftuar për çdo top, shumë duele patëm teritash. Ndërhyrje pa rregullt këtu në kapitenin Vilazim Bajraktarin. Medi Fati, përpiqet atje Bajraktari, aksioni miri, vendas me të shohim, Leku me këtë krosim, çfarë mundësi edhe 2-0. 2-0, edhe njerë Souza realizon super aksioni vendasve. Rëzikshëm me këtu dalje për para futbolistët vendas. E rjedhshme loja e Trepqës 89 racional. Duke u treguar para portës Maikon Morajes. Nuk pati se çfarë bën edhe njerë Morajes. Kjo goditje fuqishme nga Wesley Souza. Leku për mrekulli arkoj, Souza e mposhti portierin Morajes.
23 minuta loj, 2-0 rezultati për Trepçën, 89. Është zakonisht cilësor. Dy prurjet e Trepçës 89, Renato Rosa e Wesley Sosa. Paraqitje shumë e mirë deri tash, megjithatë është duke u verifikuar goli i cili ekziston. 2-0, vjen edhe konfirmimi nga VAR-i. Nisën edhe njerë nga mesi i fushës mysafirët. Bordi, approach njëni. Bordi. Korritje lirë për Drenicën, afër topit është kapiteni Shkëllzen Lushtaku. Fofana, dueli fituar nga Sosa. Lushtaku. Topi do t'jetë Trepçës 89. Knaqër duke të jetë me lojën e skuadrës deri tash. Shpëtimi Idrisi. Hajde Orti! Nalu, Gjimi, nalu! Kontryrje të parregullt është shfoluar Milasim Bajraktari, pse është duke luajtur me maskë në fytyrë, nuk heziton që të futet vazhdimisht në duele me lojtarët kundërshtar. Play, Filip, play! Dorat, topi do t'jetë i Drenicës, minuta 27. Ka dhe karton të verdhë për kapitenin Milasim Bajraktari, këtë mënyrën dali topin, pasi humbi duelin me Ikbal Jasharin. Tani vertikalizimi edhe një ndërhyrje e Renato Rosas. Shala do që të bëj presion atje me Tifati, ka betur i shtrirë Mohamed Fofana. Zim, mos u abit, go! Ej! Sotani edhe Arsim Thaçi, trener që ka drejtuar disa skuadra në vendin tonë, prej tyre edhe Prishtinën. Është trener edhe i disa skuadrave tjera, ja ky tentim kap topin Morajes. Është trener dhe i Dritës, Arsim Thaçi, pastaj Balishevës, e kështu me radhë. Fofana. Antonio Marko. Nuk arrin që të mbajë topin e lojë. Arbër Shala. Shka ishte në rregull sa i përket
pozicionit tek goli I dyti realizuar nga Soza. Asistoi Drilon Leku, që arriti që të krosoj të gjej autorin e 2 golave në këtë ndeshje. Të ndërhyrje e pa rregullt në Rosan nga Altin Sulejmani. Minuta e 30. Robert që ta ty me e Robert në Ndiko. 3 minut, Barri, 3 linja, Filip, linja! Apo Ndiko, 3 minut, Rrita, rrit, që e topi. Dimi! Ka ndërhyrje të pa rregullt. Gjysmorshi I parë kaloi në Riza Lushta. Trepça 89, Drenica 2-0 të 2 golat I ka realizuar Vesli Soza. Pasimi në drejtim të shalës, e menjëhershme ndërhyrja për të ndërprer aksioni e ekipit Musafer. Për topi do t'jeti Trepçës 89. Ndërhyrja ishte Antonio Markut. Ndërhyrje të pa rregullt ka ketë Samiti. Tani Fofana dhe 2-1. Shënon Drenica me Mohamed Fofanan. Minuta e 32. Rezultati arriti që të kaloj Donat Kaçiu në Mohamed Fofana. Zakonisht bukur e finalizoi aksionin Fofana. Super asistim ka Kent Samiti, kërkojnë ndërhyrje të pa rregullt. Fanasi tek momenti marrjes së topit nga Kent Samiti. Gjithçka do të verifikohet në VAR. Shkoj vetë që shikoj situatën Tefik Maloku. Është momenti. Ta vlerësoni edhe ju vetë, ndërua shikues, nëse ishte ndërhyrje pa rregullt apo jo. Nuk ka gol, mbetet 2-0. Anulohet goli realizuar nga Fofana. Të shkohet me karton të verdh pas protestës Arper Shala. Minuta 34. Konfirmohet kartoni verdh për Arper Shalën. Rritje lirë për Verdasit.
shtrirë atje Ardian Hasani. Përpjekje për të marrë topin. Ishte dueli ti me Arber Shalën. Ansoria është vendosve për 10 minuta 35. Bravo, Adin, bravo. Profesor ka kapra mirë, po asgjë rrezikshme për Morajes. Iqbal Jashari. Lushtaku. Çati Drino. Bravo. Dhjetë minuta në ndajnë nga fundi I pjesës së parë. Trepqa 89, Trinica 2-0, goli anuluar për Trinicën, të cilën e realizoi Mohamed Ançmofana, e cili fokusohet nga regjia, një sulmues shtatlart, po që ka dhe teknikë të zhvilluar, mënyra se si e kaloi edhe Kaqiun, e dëshmon këtë. Pse ai golu u anulluar për torit ishte I pavlefshëm për shkak të faulit shkaktuar në mes fush nga Genc Hamiti. Albin, hajtë edhe pak, hajtë, lirisht, man mes. Do me këthe në lojnë nga Dushi, edhe njerë Edison Dushi. Rekthyer prapa Kreshniku ka merr topin. Bravo Renato. Pa thyeshëm atje Renato Rosa bën fjalë pra për një futbolist të cilësor. Hajde Fati, jo vëllo. Mehdi Fati mban topin e lojë dhe vazhdoi të jetë përpara skuadra e Trepqës 89, Riveni Ansore. Bravo Ordi. Bravo. Çati Nalu mos u kthe. Minuta 38. Mos u kthe. Hop Ordi. Fati. Dini me toji. Pasimi përpara Genc Hamiti rrotullohet atje në tentim për të liruar nga kundërshtarët. Iqbal Jashari. Njerë Iqbal Jashari, pasimi në thellësi, atje vjen krosimi. Njerë fokusuar mbrojtja vendose. Shala. Fofana plojnë për Lushtakun, krosimi është I lartë. Tjetër ndërhyrje. Tjetër zore për mysafirët e panit e pamundur. Edison Dushi që të largon të topin. Arber Shala. Simone që atën të rhynë Rosa. Edhe njerë Shala. Leku. Ka bon Ansore për Drenicën. Këthen topin e lojë Antonio Barku. Edhe njerë Shala. Krosimi është I lartë për Fofanan, e cili nuk arriti që të kombinoj me Hamitin. Dal nga dal jemi duke shkuar
drejt 5 minutave të fundit të kësaj pjesë të parë. Fati, go inside. Bob, tira la pass. Hajde, Fati. E po, Zimi, shpina, Zim. Mos të gut, Bob, mos të gut. Pasimi për para. Meti Fati nuk arrin që tull topën si shduhet, por ishte edhe në pozitë jashtë loje. Bravo, Filip. Fofana. Gjithje Fofana blokohet, ka ndërhyrje të paligjshme në Fatbar Latifin. Profesor Mohamed Fofana, autori i kësaj ndërhyrje në Latifin dhe autori i atij golit të anuluar disa minuta më herët, kartoni verdh do të jetë për Fofanan, që i konfirmohet edhe nga regjia. Mirë funksionoi dyshja qendrës së mbrojtjes tek Trepça 89 deri tash. Filip Mishevski e Fatbar dhe Latifi ndihmuar natyrisht edhe nga Albin Kapra. Kjo ishte skema e finalizuar me gol nga Mitrovicasit. Goli i parë realizuar nga Sosa, i cili shënoi edhe të dytin duke shfrytzuar maksimalisht krosimin e Drilon Lekut. Minuta 42, duke se gjithë shka është në rregull me Latifin. Drilo, se fati. Zimi, Zim. Se fati, Zim. Bum, apro. 3 minutat e fundit në pjesën e parë. Bravo, Madrino! Shëndobit shumë për para, Fofana. Ansori me gjitha të është e Dremicës, topi brek për erë të fundit nga Fati. Bravo, opa! Fati! Bravo, Spina! Sosa. Qati! Për para mirë po nuk qenë të asë kush nga lojtarët tjerë të Trepçës 89 për vazhduar aksionin. Bravo Drino! Mos u gut, mos u upta. Leko. Drilon Leko. Bravo. Bukur atje vepron tjerënësore. Bravo Drilo. Apo Zimi, hajde Bub. Bravo. Ushe. Filip, Shumë shpejt. Filip. Dushi mirë po nuk arriti që të marrë topin ja këtë tentim, distanca e largët. S'pak i shqetësuar Majkon Morajes. Ishte një goditje e Filip Mishevskit. Zim. Bravo Drilo, qaje Drilo. Ova Zimi. Bub, aproju Bub, manga. Ka do ju atë. Qatë. Që tu bjut. Hajde bak. Bravo.
Ndërloja ka fol shkaktuar në Kreshnik Kukën. Kur janë duke u zhvilluar sekondat e fundit në këtë pjesë të parë. Pritja atje e Donat Kaqiut. Shojmë për pak qasë në qërim të përsëritur se çfarë ndodhi. Ky ishte tentime pritje bukure Donat Kaqiut. Tjetër rast i mirë për Drenicën, mirë po fati në anën e Mitrovicasve. Korner për mysafirët e këndi Arbër Shala. 4 minuta shtesë janë dhe në këtë pjesë të parë. Unë të loja për të risa jo dhanë tima Fatbar Latifit. Leko, është zakonisht lojtar teknik, është Drilon Leko. Thaci. Iqbal Jashari nuk ka arritur që të mbaj topin e lojë, do t'jetë rivendje me duar. Pasim del Kaqiu. Kështë pasim i sakt për Kreshnik Kukën. Nuk gudën atje Kaqiu. Kreshnik Kuka. Shala prapa për Sulejmanin. Kapiteni Lushtako nga poj për të pasim Mertobin Fofana. Do të kombinimi dy fisht. E pas Soza i këthyr prapa e dëvon topin jashtë vijës Ansore. Lushtako. Daljet e rallat Lushtakut për para, është futbollist që koncentrohet maksimalisht në fazën e mbrojtjes. Antonio Marko. Nisë edhe njerë Drenica. Sulejmani. Të sakta kombinimet e futbolistëve mysafir. Topin e lojë Shala. Uka Kencamiti, kontërinet pa rregullt nga Renato Roza. Këtë koditje lirë për Drenicën, është duke zhvilluar minuta e 4 të shtesë. Kencamiti. Krosimit i sigurt në dalje Donat Kaqiu. Që sjell qëtësi në mbrojtjen vendase. Edhe Kencamiti është lojtari dëshmuar në futbolin tonë, të nderuar shikues. Çdo moment tani pritet sinjalizimi për mbylljen e pjesës parë nga Tefik Maloku, 2-0 për Mitrovicasit me të dy golat që realizoi Vesli Soza. Në teksohet fakti të ndëruar shikues se Fofana realizoi një herë
në pjesën e parë, mirë po goli i u anulua për shkak se paraprakisht Hamiti kishte shkaktuar ndërhyrje të parregull. Të nderuar shikues, qëndroni me ne për pak çaste, do të jemi sërish në transmetim të drejt për drejt nga Rica Lushta për përcjellur edhe pjesën e dytë të duelit derbi të gjirës 16 në grupin A të Raiffeisen Ligës së parë në mes të Trepçës 89 dhe Drenicës.